të rrugës në rrugën kryesore në hyrje të parlamentit, por të paktën fatmirësisht mund të themi të paktën nga molotovët fatmirësisht nuk pati të paktën deri më tani të lënduar në njerëz, por edhe nga përdorimi i gazit të qiellës pati disa qytetarë të lënduar. Dëgjuam dhe nga ti këtë raportim të drejt për drejt mbi situatën që ndodhet përpara parlamentit, ajo që nisi si një protest paqësore përpara godinës së kryeministrisë, ku 6 folës të Partisë Demokratike u angazhuan me fjalimet e tyre, duke i shoqëruar këto fjalime dhe me video përmbledhse nga protestat të mëparshme, deklaratat të kryeministrit Edi Rama, për të vijuar mëtej me zhvendosjen e protestuesve drejt godinës së parlamentit, një skenar ky i ngjashëm dhe me protestën e mëparshme të 24 janarit, ku protestuesit pas përfundimit të fjalimit dhe mbajtjes së fjalës nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u zhvendosën dhe tek godina e parlamentit. Situata u paraqit e tensionuar me qytetarë që patën përplasje verbale qoftë dhe fizike me uniformat blu, duke bërë dhe shtyrjen e tyre për të vijuar marshimin drejt godinës së parlamentit, gjë që nuk u lejua nga kordoni policor, u bë mundur dhe shpërndarja e tyre duke përdorur autobot me ujë, një mas që nuk mjaftoi për të shkuar më pas në përdorimin e gazit lotësjellës për të bërë shpërndarja e protestuesve, tani më jo në mënyrë paqësore, por duke përdorur masa më të rrepta sigurie, gjë që ishte parashikuar dhe marrë masa më herët nga forcat e policisë. Shikojmë edhe molotovët e përdorur, të cilët janë hedhur në tokë, të shumë dishin molotovët dhe mjetet piroteknike drejtuar godinës parlamentit, dukshëm më shumë se sa ato që u përdorën përpara godinës kryeministrisë. Kemi raportuar minutë pas minute të gjitha informacionet e fundit, duke e monitoruar në kohë reale me ekipin ton në terren, gjithashtu edhe këtu në redaksi, suportuar dhe nga ekipi Balkan Web, Panorama, Gazeta Shqiptare, për t'ju informuar me të rejat më të fundit dhe zhvillimet me detaje të kësaj proteste të tretë kombëtare të organizuar nga Partia Demokratike, që kërkon edhe njëherë zgjedhje të parakoshme dhe qeveri teknike pas skandaleve të korrupsionit që kanë të bëjnë me zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe skandalet që përfshin institucionin e Akshit. Kujtojmë që në terren ishin të angazhuar 1300 forca policie, patëm mundësin të shikonim dhe sigurim të institucioneve të tjera të rëndësisë së veçantë, aty ku u zhvendosën dhe forcat e policisë dhe njësër masash sigurie dhe kufizime në akset kryesore për rreth bulevardit Dëshmorët e Kombit. Të janë dhe molotovët e përdorur në këtë protest, e cilësuar nga kreu i Partisë Demokratike si një kryengritje paqësore, por pa lënë mënjan edhe fjalën revolucion të artikuluar nga vetë ai apo nga eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, përfshirë dhe sekretarin e përgjithshëm zoti Flamur Noka, i cili teksa ndodhej përpara godinës së kuvendit, artikuloi që nuk do të ketë një orë për përfundimin e protestës, por do të vijojë duke paralajmëruar që do të ketë dhe protesta të tjera dhe do të vijojnë derisa kërkesat e tyre për dorëheqjen e Ramës dhe dorëzimin e Ballukut përpara drejtësisë të merren parasysh. Rrugët në këto momente janë të zbrazura, është bërë e mundur shpërndarja e qytetarëve duke përdorur gaz lotësjellës, ndërkohë që efektivët e policisë vijojnë të qëndrojnë në vendngjarje, sikundër dhe ekipet e terrenit mediatike për të raportuar minutë pas minute nëse do të ketë zhvillime të tjera nga kjo protestë. Shkojmë sërish në një lidhje të drejt për drejt me gazetaren Gjensila Kodra. Një tjetër raportim vjen nga terreni.
Gjensila, çfarë po ndodh në këto momente? Ka pasur në dijenin tënde persona të shoqëruar, të ndaluar lidhur me incidentet që u shënuan përpara godinës së parlamentit, apo ende nuk e kemi një informacion të tillë? Në fakt, deri në këto momente që ne flasim, ka nisur vetëm identifikimi i personave të cilët kanë marrë pjesë në këto akte dhune, por nuk ka ende persona, po mbahen në mbikëqyrje nga ana e policisë, por nuk ka ende persona të cilët janë shoqëruar. Nga hedhja e molotove në drejtim të parlamentit, por edhe të godinës së kryeministrisë më herët kanë mbetur të lënduar 6 punojës policie, 2 prej të cilëve janë dërguar në spital për të marrë edhe ndihmën mjekësore. Nga ana tjetër, po ashtu të lënduar ndjes Daliana, më duhet të heq edhe maskën kundravaz. Në fakt, kanë mbetur të lënduar 6 punojës policie, por edhe disa qytetarë si pasojë e hedhjes së gazit lotësielës nga ana e forcave të rendit. Nëse do të shohim momentalisht në para godinës së parlamentit qëndrojnë vetëm punonjësit e mediave, por edhe njëkohësisht forcat e policisë janë më të shtuara, mund të themi, se zakonisht, kryesisht duke e krahasuar me protestën e mëparshme kombëtare, nuk ka afrim apo një spostim tjetër para godinës së kryeministrisë nga të qytetarëve. Pjesa më e madhe e tyre tashmë janë larguar në drejtim të rrugës Elbasanit në 2 kahe të kundërt të parlamentit, pra në 2 pjesët anësore të parlamentit, të cilët nuk janë lejuar nga ana e punojësve të policisë për t'u afruar drejt godinës së parlamentit, pasi edhe kur ka pasur momente të caktuara të cilat nëse do të shohim, këto janë edhe bidona të cilat apo shishe ujë të cilat kanë mbetur të paplasura të hedhura nga qytetarët në fakt, sigurisht janë tepër të rrezikshme, është duke u vendosur perimetri i sigurisë nga ana e policisë për aq kohë sa tashmë do të cilësohet si një sken krimi i gjithë rrethimi i parlamentit dhe do të bëhet këshyrja e mbledhjes të këtyre provave materiale. Siç mund të shihen, po ashtu janë edhe sende të tjera të forta të cilat kanë mbetur para godinës. Më të rrezikshmet, ashtu siç e raportua më herët, janë këto 2 shishe molotov të përgatitura. Në fakt, pjesa më e madhe e tyre u hodhën drejt parlamentit, por një pjesë e mirë e tyre po ashtu edhe në rrugën kryesore. Nëse do të shohim, rruga është e zbrazur tashmë, pjesa më e madhe e protestuesve qëndrojnë në kryqëzimin në rrugën e Elbasanit. Ka pasur disa herë tensione apo tentativa, mund të themi, që një pjesë e protestuesve të afrohen dhe ti afrohen punonjësve të policisë dhe godinës së parlamentit, por janë shpërndar fillimisht me gazin lotësielës dhe më pas me autobot me ujë, duke mos u lejuar më pas për të kaluar apo për t'ju afruar, mund të themi, vendit apo piknisjes ku ata nisën fillimisht me përplasjen fizike dhe më pas me hedhjen e sendeve të forta dhe molotovët. Ishte një përplasje tejet e fort krahasuar me ato të protestës së mëparshme, mund të themi, të fundit kombëtare, por nga ana tjetër, po ashtu në vendngjarje kanë mbetur edhe sende tjera, pra të hedhura në drejtim të parlamentit, por njëkohësisht edhe gazet lotësielës të përdorura nga ana e forcave të policisë. Po, Gjensila, këto ishin informacionet e fundit që përcolle nga tereni, ndërkohë që ndoqëm me pamje të drejt për drejta përpara godinës parlamentit, aty ku bëhe mundur zhvendosja e qytetarëve dhe protestuesve. Shikojmë që ende nuk janë larguar forcat e rendit, vjojnë të qëndrojnë aty në gatishmëri së bashku me autobotin me ujë, nëse do të ketë një rikthim të protestuesve për të ruajtur kështu dhe një perimetër që mbron godinën e parlamentit, aty ku pak më parë u shoqërua me tensione, me hedhje molotovësh dhe mjetesh piroteknike në drejtim të kordonit policor dhe në drejtim të godinës parlamentit. Nuk raportohet për incidente serioze, pra për persona të lënduar, pam vetëm rastin e një qytetari i cili u ndihmua nga efektivët e uniformave blu për të marrë ndihmën e parë, por këtë bilans do të kemi mundësin ta mësojmë në minutat në vijim, nëse
ka pasur persona të lënduar nga radhët e qytetarëve apo efektive të policisë, apo persona të shoqëruar pas bilancit që do të bëjnë edhe efektivët që ndodhen në teren. Kemi pasur mundësinë ta ndjekim të protestë që para nisjes së saj, para nisjes së orarit zyrtar, një protestë e paralajmëruar në orën 17:00, e cila nuk filloi në ato orë, filloi pak minuta me vonesë. Kemi Osmanin në një lidhje të drejtë për drejtë, shkojmë sërish dhe e pyesim për të tjera detaje. Osman, po, të dëgjojmë. Atëherë, siç mund ta shikoni, policia e shtetit ka mbërritur dhe ka vendosur shiritin për ta konsideruar atë çfarë ndodhi përpara Kuvendit të Shqipërisë si një skenë krimi, ndërkohë që gjithashtu kanë mbetur, ajo çfarë ka mbetur, do të shikoni, pra teksa protestuesit ishin duke hedhur fishek zjarre apo molotov, pra i kanë lënë ato dhe ato kanë marrë flak një pjesë e tyre. Pra kjo është çfarë ndodhi dhe që këto fishek zjarre këtu shpërthyen, apo edhe këto molotov që kanë mbetur të gjithashtu të pashpërthyer. Janë 1, 2, 3 të tillë të paktën, të cilët pra janë molotov të cilët nuk kanë shpërthyer, ndërkohë nga ana tjetër gjithashtu ka një sasi të konsiderueshme të molotovit, sikundër nga ana tjetër ka edhe gaz lotësielës të cilët janë hedhur nga policia e shtetit, ku gjithashtu si në herën e kaluar evidentohet fakti që ky gaz është i vitit 2019, pra janar 2019. Përdoret një gaz lotësielës që i ka kaluar data e skadencës, pavarësisht raportimeve të mëparshme në protestën e organizuar. Pra është i vitit 2019 dhe do duhet theksuar se gazi lotësielës i cili është skaduar nuk i humbet thuaç efekti i tij, por më shumë kthehet në të rrezikshëm për ata të cilët e thithin, pra është më i dëmshëm dhe këtë nuk po e them unë, por e thot vetë pra personat të cilët merren me këtë lloj materiali janë njohës shumë të mirë të gazit lotësielës, të cilët punojnë jo vetëm në ushtri, por janë njohës edhe të gazit lotësielës si profesion të tyre. Pra, një gaz lotësielës ku shikohet fare qartë, edhe këtë herë, sikundër News 24 raportoi edhe në protestën e 24 janarit, kolegu ynë Renaldo Saliani, i cili vlerësoi dhe pa se si gazi i cili është hedhur nga punojësit e policisë është i skaduar, edhe këtë herë ndodh e njëjta gjë. Pra gazi skaduar tek protestuesit të paktën normalisht njihet si formë reagimi shpërndarje proteste gazi lotësielës, por në fakt nuk njihet që të jetë jashtë protokollit dhe një gazi skaduar nuk është përmbushës i protokollit që kërkohet për të hedhur ndaj protestues. Pra me fjalë tjera, ti mund të hedhësh gaz, por ai nuk mund të jetë i skaduar. Ndërkohë që nga ana tjetër, pra kjo është një çantë e cila gjithashtu është djegur së bashku me themi syzet që kanë pasur protestuesit të cilët hidhnin pra këto pra molotov në drejtim policisë shtetit. Ndërkohë nga ana tjetër do të afrohemi përsëri për të parë gatishmëri nga kjo anë është edhe janë gatishmëri, ndërkohë që po afrohen përsëri protestuesit, është Flamur Noka së bashku me deputetë të tjerë, Albana Vokshi, Luciano Boçi e të tjerë të cilët janë duke ardhur përsëri. Pra, operatori do të na ndihmojë që të marrim një krah dhe të mos Nëse mund t'i pyesësh Osman cili është qëllimi i tyre tani më, sepse ndodhen në vijën e parë dhe po udhëheqin marshimin e protestuesve drejt godinës së kuvendit, nëse mund të marrësh një prononcim të një prej deputetëve dhe eksponentëve të Partisë Demokratike, se cili është qëllimi i rikthimit të tyre tani më përpara godinës së parlamentit, duket si një marshim paqësor. Do t'i ndjekim një herë për të kuptuar, pra veprimet e tyre do lënë të kuptojmë se për çfarë kanë mbërritur. Ndërkohë që qëndrojmë në këtë pozicion së bashku me operatorin ton, pra janë deputetët e Partisë Demokratike kryesisht, të cilët kanë mbërritur përsëri tek Parlamenti i Shqipërisë. Do të kuptojmë për çfarë, ndoshta për të tentuar përsëri atë çfarë ndodhi më herët, duke pra tentuar çarjen e kordonit
të uniformave të policisë shtetit. Paktën atëherë zoti Noka, ne do të shikojmë çfarë do të thotë. Narkos, nëse policia nuk të liqet ditës sot, çfarë do ndodh? Do të ndodheni këtu shesh? Ne jemi në Nëse mund ta flash me mikrofon, po. Në betej nuk ka shumë fjalë, në betej ka vetëm betej. Faleminderit. Zoti Noka, si do veproni më tutje? Betej. Nuk çfarë po bëni më? Përballje. Vjen turp juve, çfarë po mbroni? Kë po mbroni? Derisa të Çfarë po gjymëzohet nga mbroni juve? korrigjimi. Deri në çfarë ore? A ti që shef, çfarë? Kishe në një gjë ti që A shef? dini që edhe juve jeni të vjedhur një lloj policia. Ka përsëri hedhje të ujit, edhe pse janë edhe deputetët e të cilët ishin duke mos bërë asgjë, në fakt, por kalojmë nga ana tjetër, kalojmë shpejt nga ana tjetër, kalojmë nga ana tjetër. Osman siguroj që të largohesh nga perimetri ku po Jemi në këtë hidhet situatë edhe uji. ku makina ujëhedhëse është duke hedhur ujë në drejtim të protestuesve. Pra këtë herë nuk ishin protestuesit ata të cilët nisën konfrontimin me punojësit e policisë, ku ndodhi në momentin e parë që ata mbritën tek kuvendi i Shqipërisë, por tashmë është policia e shtetit e cila tenton që të ndërhyjë për të shpërndarë përsëri protestuesit. Pra, është kjo forma që po ndjekin policia e shtetit, pra për të tentuar shpërndarjen e protestës. Paktën pra është hedhur përsëri gaz lotësiellës, po është hedhur përsëri gaz lotësiellës për të shpërndarë protestën. Kemi një rikthim të aksionit të qytetarëve përpara godinës së parlamentit, po vjojnë të hidhen mjete piroteknike, bomba molotov, nuk e di nëse jam me sakt për momentin, pasi edhe pamjet janë shumë të qarta përpara godinës së parlamentit, por nuk mund të afrohemi aq afër për të shquar se çfarë po ndodh për shkak edhe të ruajtjes së sigurisë. Po, Osman. Daliana, atëherë nuk po hidhet molotov, por është policia e shtetit e cila është duke hedhur gaz lotësiellës pra në drejtim të protestuesve, siç është